Selamu alaikum të gjithëve, pasha, mëshira, mirësit dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Jemi sot në ditën e 23 të Ramazanit, që është edhe një datë që është data 23 mars dhe ne jemi bashkë sot për takimin e radhës, për të parë pyetjet që mund të kenë vëllezërit ose motrat, po edhe diskutime mbi tema cilat kanë të bëjnë me aqërimin, po edhe me islamin dhe për të bërë një gallat në shaka inshallah taala, brenda asaj që është halal edhe e lejuar. Kështu që ju përshëndes gjithë dhe Zoti na i pranon duat dhe lutjet, qofshin për atyre njerëzve që Zoti nga ky Ramazan e nxjerr faqe bardhë. Amin. Selam aleikum, thot Habibi, aleikum selam Adnan. Nga Amerika sapo e falem namazin e teravive. Mashallah, vlla, edhe ne kemi falë namazin e natës dhe kemi ngrënë syfyrin, tani është thirr ezani dhe po presim që të falim farzin avash. Selam nga Durrësi, më duk sonte si nata e Kadrit. Inshallah qoftë kjo natë Kadrit. Selam aleikum, thot nga Berati. Wa aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah ju rrit, jeni shumë të mirë, mashallah, të barakallah. Thot hoxhë nderuar, lejohet që të luajmë me bast. Basti nuk lejohet, bastet nuk lejohen në islam, sepse është një lloj, le të themi, konsiderohet domethënë një nga llojet e kumarit, dhe kumari në islam është i ndaluar. Selam aleikum nga Berlini, respekte nga Llaskarica. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Selam aleikum nga Mallakastra. Mashallah, Zoti ju rrit, Allahu ju nderoft dhe ju shpërbleft. Zoti ju rrit nga çdo e keqe, ju mëshiroft, Allahu xhelle xhelaluhu. Thot i kam ra telefonit me hy live. Nuk mundesh i dashur për momentin, sepse ne po merremi me vëllezërit dhe me motrat që janë këtu me ne. A mund të vonohet syfyri 1 ose 2 minuta me vetdije? Më saktë është që më mirë mos me e vonu syfyrin. Selam aleikum nga Struga, aleikum selam nga Shkupi, aleikum selam nga Hanoveri, aleikum selam nga Tirana, mashallah, aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Nga Tirana, aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Mesazh thotë nuk ke gjumë sot. Jo, inshallah, nuk kemi. A le të distancohemi, pra të mos flasim fare, tani në Ramazan me dikë që na fyll dhe nuk na respekton, po lejohet. Nga Puka, aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh, motër Nadiria, Zoti ju rrit dhe ju bekoft. Dhe kemi një pyetje të radhës prap. Llaskarica. Laskarca, aha. Laskarca, jo Llaskarica, okej, e korrigjuam. Amin edhe juve. Çfarë datë është Bajrami? 30 mars, inshallah taala. Selam aleikum nga Tirana, okej. A mendon se nuk është lehtë me fitu xhenetin? Mëshira e Zotit është më e madhe se sa çfarë mendojmë ne. Mëshira e Zotit është më e madhe se çfarë mendojmë ne. Selam nga Seriku, aleikum selam wa rahmatullah. Agent panur nga Italia, aleikum selam wa rahmatullah. Selam aleikum nga Vitia, aleikum selam wa rahmatullah, në dhe juve. Kur mbyllet syfyri sot? Kjo është pyetja perl. Kur mbyllet syfyri sot? Tani ju duhet keni një kalendar përpara, dhe inshallah nuk na bëhet kjo ditë në fundit të Ramazanit, se kush na bën këtë pyetje ditë në fundit të Ramazanit do t'i fusim blok. Deri sa ora mund të falim namaz natë deri në syfyr? Selam nga Koliqi, aleikum selam wa rahmatullah. Kam parë dikush që pasi merrin në abdes gjatë agjerimit thanin gojen me tharse, është lejuar kjo? What? Kam parë dikush që pasi merrin në abdes gjatë agjerimit dhe thanin gojen me tharse. It is crazy.
Kjo është çmenduri, nuk ka lidhje me fenë e Zotit. Dhe sa kohë ka për ta mbyllë syfyrin mbas ezanit e imsakut? Kjo është një pyetje që do të na bëhet derisa të vdesim. Ecni me kalendar o njerëz, ecni me kalendar. Ecni me imsak. Nga Elbasani, wa alaikum salam, nga Bergamo, wa alaikum salam, rahmatullah. A një duhet të zgjatë kohë sa bëhet 30 minuta më vonë se kalendari, po 30 minuta kemi thënë. Wa alaikum salam nga Shkupi. Nga Don Bosco, wa alaikum salam, rahmatullah, nga Velesi, wa alaikum salam. Besa ime është 12 vjeç, të shtunën dhe diel na gjëra mësonte, ka bërë syfyr vonë, masi ka përfundu. Ai ngjihet, inshallah, inshallah. Selam nga Berlini, Albani, wa alaikum salam, nga Franca, wa alaikum salam. A prishet xhirimin nëse del në gjuhë e tij? Jo, nuk prishet. A mendon se ishte sonte nata e Kadrit? Unë i konsideroj gjitha netët e 10 netë të fundit natë Kadri. A lejohet të mbyllim syt kur falim namaz? Lejohet nëse ka diçka që mund të na hutoj. Kam mendimet të kësia pa dashje, s'ka asgjë, stresit zero. Selam nga Belgjika, wa alaikum salam. Tash në ditë kur jemi në xhami dhe falim në xhamat, gra bëjnë muhabet, të rishim vendin. Duhet me njoftu stafin që t'i nxjerrin jashtë. Siç thoshte ajo zonja, me i nxjerr për zhelesh. Gratë që vinë bëjnë zhurmë në xhami apo flasin kur të tjera të falen, duhet me i nxjerr për zhelesh nga xhamia. Nga Zvicra, wa alaikum salam, wa rahmatullah. Nga Suedia, wa alaikum salam, wa rahmatullah. Amin, nga Tirana, wa alaikum salam, wa rahmatullah. A lejohet të falim mes imsakut dhe sabahut? Jo. Gjermania, wa alaikum salam, wa rahmatullah. Jetojnë në Aosta, në kam Tiranë dhe është e smur me ishemiceve. A mundet unë t'i jap fitat për nënën tim? Po, lejohet. A lejohet mos ma agjëru një ditë nëse kemi një punë që nuk mund të anulojmë për mbas Ramazanit, ndërsa agjërimin nuk mundemi ose nuk mundemi në gjendje kryme sukses. Bëj agjërimin e kësaj dite dhe alaikum salam nga Vlora, nga Durrëni i Gjermanisë, nga Çamkalaja, mashallah. Çamkalaja, Allahu akbar. Nga Italia, alaikum salam, rahmatullah. Allahu është shëroft. Allahu është shëroft babin tënd. Amin. A ekzistojnë racizmi në fenë islame apo të gjithë jemi se ne të gjithë jemi barabartë para Zotit? A prishet agjërimin nëse del në gjuhë e tij e dhan përgjigje më lart ta mjësi llogarit e zakatit, shumë e pasurisë totale apo shumë e mbledhur gjatë një viti kalendarik? Çfarë ka zënë viti? I pritet bileta e zakatit. Jo vetëm e reja që është fot, gjithë shumë. A kam gjëna nëse qaj dhe pse jam agjërueshëm, sepse në punë shumë po më ngarkojnë nga të gjitha anët, po më lejnë mua. Dhe këtë po më bëjnë në qëllim se po shohin se jam agjërueshëm. S'ka gjë, kej Zotin lart. Nimon Allahu. A mendon se sot ishte nata e Kadrit dhe dhan përgjigje më lart? Kam kryer gjitha namazet dhe farzet dhe teravit. Po jam shumë e trishtuar dhe e dëshpëruar, më vjen natyrshëm. Sa ndromë dhe ti që ke këtë lloj sikleti, duhet të bësh këtë gjë që po ta shkruaj tani. Sapo tasolla. Kam stacionet kafta bën më agjëru, nëse je pastruar po, me pastrimin tënd normal. Shkupi Elbasan, e di që kamata është ndaluar, jam kredi në bank dhe më kredi është më interesant, më kat, hajë inshallah pendohu të mundohu të dalë sa më shpejt. A ban me ujë Zemzemi, me ban njet për një vëlla tjetër, inshallah. Ai thot uji i Zemzemit me çfarë do lloj njeti që të pihet, kështu që ti njetin mund ta bësh për dikë tjetër, nga Fieri, Qiku, Zuzaku, nga Prishtina. A mundet vitin ta lëm dhe ta falim mbas të sosim namaz natë dhe jo mbas teravis? Po, lejo, nuk ka problem. Selam. Kam bërë një pyetje në prallë, kam pritur të më përgjigjesh nëse ka mundësi më ndaj disa minuta bizetohet për zgjatin. Khair inshallah o Sulejman.
Amin, gjithë dhe bashkë. Nga Presheva, aleikum selam wa rahmatullah. A lejohet konsumimi i uthullës në sallat dhe nëse uthulla është edhe nëse është uthull vere që shërbehet në restorant? Lejohet. A bën të themi surën shqip? Në fillim kur po i mëson po. Orientarit po më ndodhë që të qaj. Hajë inshallah, mirësi është, ndoshta është pastrim. Kur është momenti më i mirë për të bërë dua gjatë namazit? Në sejdë dhe para selamit. A ka shenjë që na u ka pranuar agjërimi? Nëse ne vazhdojmë mas Ramazanit, më mirë se s'kemi qenë më përpara. Ulqini thot, Amiri thot në ka rru fare. Jo, mërë Habib, se arrojë unë ju fare. Kur vjen suksesi, kur ne kemi punët mirë me Zotin? Selam nga shkurë, selam. Kur më ta japim fitrin, ka fillu koha e dorëzimit të fitrave. Apo në me thonë para të fitrave me shetërini, do thonë me i dhamë për gjithë dhekurit e familjes, apo duhet unë vetë këtu në Gjermani me dhamë për vetë dhe për njetin e familjes me shetërini? Po. Sa është të vitë se të ka e fitrit në Shqipëri është 4.000 lek të vjetra ose 4 euro afërsisht. Selam aleikum nga Beqini, wa aleikum selam wa rahmatullah. Nga Athina, wa aleikum selam wa rahmatullah. Kur duhet agjëruar nata e katërt, të afërmit e mi agjërojnë natën e katërt. Pra duhet të jenë agjërueshëm qysh nga data 26. Po, në 26 duhet të jenë agjërueshëm që kur thirret ezani të ketë 27 do të jenë natë të katërt. A lejohet në fal namaz në 6 të mëngjesit? Shif oraret, nuk e di se ku jeton. A lejohet në bën ndeshje boks? Jo, nuk lejohet. A lejohet falim namaz farz kur jemi Ramazan? A lejohet të falim namaz farz kur jemi në Ramazan? Jo, a lejohet, duhet. Se është më mirë me qel iftarin për femrat me ujë apo me hurmë arabie? Nëse në hurmat arabisë, me hurmë arabie, si për meshkujt dhe për femrat. Nësa që do të pyes, a quhet agjërimi nëse jemi me temperaturë pra të smur? Nëse duroni, po, nëse duroni prishe, s'ka problem. Selam aleikum. Amin edhe juve, aleikum selam. E dham përgjigjen më lartë. A është haram puna e mekanikut? Jo, halal është. Selam nga Deqani, aleikum selam wa rahmatullah. Hajde këtë jam përgates, mundemi. Nata e katërt është gjithë nata apo vetëm një moment? Çast i saj, jo gjithë nata e katërt. Selam nga Deqani, aleikum selam wa rahmatullah. Ku është më e mira të jepet zekati? Kur të mbushet viti. Më e mira të jepet zekati është kur mbush vitin. Pra nëse kuota është depozituar dhe rezervuar për një vit, atëherë ka hyrë koha e zekatit. Selam nga Gjeneva, aleikum selam. Natën e katërt nëse arrim, a është gjithë natën apo një moment? Gjithë nata. A ke shpërblim kur e mbarojmë hatmen e Kuranit brenda Ramazanit? Pa dyshim që po, shpërblim shumë i madh. Ngjashmëri me pejgamberin alayhis salatu wassalam.
Kam vajzën e vogël që nuk flen gjithë natën rrezgjuar. Okej. Çoj këtë. Çova diçka këtë thuje 100 herë para gjumit. Selam rahmetullah. Se kemi marrë abdes dhe për duart me zyrtan për duart e punës, a prishat abdesi? Jo, nuk prishet. Të përmoshëm nga lënë nga 3 vjetë, por ka 2 ditë që herë kam sekrecionat pastra. Atëherë ti je e pastër dhe je në rregull. Se lartë nuk u kuptu kështu pyetja. A ndodh këtu nuk e të posë që mos pranohet namazi për shkak të një tjetri, nëse janë të dy të ngjashëm? Po. Çfarë do thotë ajo panoramë mbas teje? Allah, po kamera e jep nga e kundërta. Selam nga Kërcyra, aleikum selam. Kur do vinin vjen, Allahu alem. A është gjuna me ju tut grujës, aga hoxh? Me ju tut grujës është sevap. 3-0. Disa ozhallar thonë që jepet zekati në Ramazan është më mirë. Po, inshallah. Hoxh, gjumi shpesh po të zen. Po, Habibi, po sepse gjithë natën pa gjumë. Qa më bo, Habib? Ti e në Amerikë tani, ti ke ditë, ne kemi kulmin në natës. Selam nga Elbasan, selam. Përveç sadakave të dhëna, aqsa ka mundësi të këtimet apo të smurët, kam dhënë komshi musliman që jetojnë në Itali, përveç kësaj kam dhënë edhe burrit tim, sepse edhe vajzës burrit tim, kam dhënë edhe vajzës time, sepse punon vetëm burri i saj. Sadaka mund t'i japësh. A lejohet kriptovaluta, kemi thënë që lejohet për kohësh. Kriptovaluta, trading. Kriptovaluta, më sa di unë pra është halal, nuk ka asnjë problemi. Trading, nëse ka për qëllim këtë Forexi është haram. Dhe që vajzët t'jap nëse të ka të fitrin, nëse të mundë. Nëna, goca duhet ta mbajnë, nuk leo si të japi se të ka fitrin e zekat. A flentin dhe një fleja këtu në kamera para jush. Kam çunën 18 vjeç dhe agjeron. Po kanë zëri duke sikur ka thalime bukë në gojë, dhe kur i lanë dhëmbët dhe gojën, sikur ka diçka në gojë. Asgjë fiksime kote, unë të bilaj me shëtan regjime dhe asgjë s'ka. Selam aleikum nga Kavaja. Hoxha lejohet kriptovaluta trending, nëse është bëhet fjalë për Forexin nuk lejohet. Selam aleikum nga Shkuar, aleikum selam rahmetullah. Hoxh, kur e duke shqajtur dhe i drejtosh Zotit, sepse unë i drejtohem Zotit për pa drejtat se po më bajnë, dhe kam gjuna se thamë Zot me haka ndaj atyre se po më ngarkojnë agjërimin, së një gjuna. Dhe vish më rades, inshallah, kam pa njerëz që agjërojnë 6 ditë pas Ramazanit. Ka bas kjo? Po. Pejgamberi sa më ka thënë, kush agjon Ramazanit dhe pason me 6 ditë nga muaji që vjen më pas, Zoti e shpërblimin sikur është fal gjithë natën. Vajza e vogël 3 vjeç dhe nuk bën rahat me gjumin. Po i rukja Habib. Bëj një rukja.
Kam pi 2 kafe. Po, s'ka. S'bën të pi. Vitrat ta bën me jep në xhami. Nëse ato i shpërndajnë për fukarit, po jo me hudhkar ka xhamis. Ti përdorin ato për sapuna. Bëj namaz i lidhët dhe të kalon një përpara, prishet namazi, jo, nuk prishet, po i bien shpërblimet e sevapet. A du të themi gjitha surët namaz? Jo, sa të duash. Allah vish në një ditë ngëllësyrë. Inshallah, e vëzë ka të studentit, shkëzër islami studentjash, nëse është i varfër, po. Do të çështja është islami përsa përket vendimeve etike dhe të tekjes, kur familjarët duhet vendosin se për reanimimin e personit kur mjekët mund të japin këtë propozim, po që së mund reanimimin jetoj si bimi. Për qëse ka vdek truri, mund të hiqin aparatë, s'ka problem. Cili është gjykimi islami për tatuazhet? Haram. Është ndaluar. Me gjumin top fare. A mund të pranojë namazit e Allahu? Inshallah. Kur e namaz i lidhur, kalon një përpara, prishet abdesit dhe namazi, jo. Cili është gjykimi jonë që punojnë në shtëpia pleq, Zoti e të soft. Që do të marrë gjumë, okej. Kur reciton hoxha në teravi ose namazdan, të pjesë e xhamatit nxjerrin telefonin dhe lexojnë Kur'anin nga telefonat, okej. A lejohet me pi kafe në syfyr? A lejohet t'jep se të ka motës time, lejohet. Bërë namaz i lidhër dhe të kalën një, prishet ja nuk prishet, thamë. Po në shumë së mundi që duhet një shumë për kurimin. Allahu e të soft. Selam aleikum, thot nga Sicilia, mashallah, nga Ferrara, nga Belgjika. Më kam bajt do të ditë dhe do të të kam prish. Tash duhet ta vazhdoj, vazhdoj e vlla. Unë kam bajt disa ditë thot, por disa ditë kam prishur. Filloj për nesër, okej. A do të japim vitrat për fëmijët e saparlindur? Po. A do të japim fitrat për fëmijën e përsalindur? Po. Për natën e katërt agjohet 26 apo 27, të dyja. Gjatë namazit kemi lëvizje të trupit, po më shumë të pjesa e kokës. Bëj rukje, inshallah. E gjurëm dhe në vendin tuaj këtu. Malhaus, valim sram të tova. Se unë me thmin e gjinoj e buri, ja. Hajë, inshallah, Allahu e usoft. Se në nga rimini, valim sram të tova. Po tatuazhet, e thamë përgjigjen me lartë. Fitrat e vetëm për besimtarët. Ka në aplikacion? Po, ka aplikacion që të orienton drejt kiblës. Madje mund ta shkruash në Google kibla search atë del. Selam azizë, selam Allah. A mund punoj në një restoran ku shërbehet mishi i derrit? Jo, nuk mund të punosh. Po hoxha thot ta bëhet mirë, padyshim kur bëhemi ne të mirë ka për të bëu mirë. Mirë vëllezër, atë do të mjaftohem me kaq sepse un kam për të fal sabahun tani. Allahu ju lut. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.